e ka vizituar burrin në burg dhe e ka paguar me jetë. Në institucionin korrektues, burg në veri lindje të Magdeburgut, sipas prokurorit, një i burgosur 37 vjeçar vrau gruan e tij 35 vjeçare. Gruaja u gjet e vdekur pas një vizite të njëjtën pasdite, tha një zëdhënës i prokurorisë, raporton portali Mërgata. Sipas deklaratave të para, gruaja ishte me të ashtryshuajtur mbi zita afatgjat. Megjithatë, këto vizita të cilat synojnë të mbajnë kontaktet sociale veçanërisht për të burgosurit, të cilëve nuk u jepet lehtësim në të ardhmen e parashikuar, nuk monitorohen nga drejtuesit e repartit. Këto vizita afatgjata zakonisht gjenden në dhoma shtesë të ashtryshuajtura qelit e dashurisë në burg dhe jo në qelin aktuale, siç tha më tej zyra e prokurorit publik në Stendal. Bashkëshorti është duke u hetuar për dyshimin fillestar për vrasje. Prokurori publik fillimisht nuk ka dhënë informacione më të detajuara për rrjedhën e krimit apo shkakun e mundshëm të vdekjes së gruas. Sipas prokurorit publik, sot duhet të bëhet autopsia për të sqaruar shkakun e vdekjes. Hetimin e mori inspektimi policor i Stendalit. JVA Burg është burgu më i madh në Saksoni-Anhalt. Në nëntor të vitit 2009 filloi funksionimi i burgut të sigurisë së lartë. Ai ka gjithsej 637 burgje të mbyllura. 18 qendra të paraburgimit janë të destinuara për paraburgim parandalues. Së fundmi ky burg doli në krye të mediave nëntoren e kaluar. Në atë kohë disa të burgosur morën në dorë një plan të përgjithshëm, 11 faqesh. Të fshehtë të kompleksit të burgut, dokumenti regjistroi saktësisht se ku ndodhen municionet, armët, kanalet e instalimit, bravat e personelit, depot e karburantit ose daljet e emergjencës. Aty u vurej gjithashtu nëse një rrjet mund të zhbllokohej. Për pasojë kreu i burgut u lirua përkohësisht.